Edhe me ujë nuk lahet lopa. Aktualisht është ftohtë. Po tjetë vapë, është mirë ta lash. Me ujë mund i lash vetëm qerët e mirës. Mos e lak shumë, se kështu thonë. E di, po do të m'ja lok para se... Ishin lopën ju? Pse? Qa halli ke, do qumë është ti? Aje kishte fut brënda, te lopa zorën. Uj, pse? Unë nuk e kuptoj qa do zorra ditë për ditë këtu. Me ujë. Ta kam thënë 10 herë që s'lahet. Se na qmendem. Harrojnë lopën, a menojnë ma shumë për lojën, a munojnë me ta ullë moralin. Nuk lahet lopa, bujar. Nuk lahet lopa. Ka boket me bagël. Po ashtu janë kafshët. Në rregull. Gjys bagël, gjys lopë, të ashti. Mendoj si për vete, do rjeti në lagështirë? Atu lexon laje, pastroje. Ne kemi edhe bara ti sistematikisht, po mjaft tash më na bëri kompetenten. Po brenda për ty buja, po e bëj për kafshët. Më lër more. Buja ka njëherë më shtyu. Nuk e di sa është parë, po më shtyu fizikisht. Zemër, ma jepi qik të? Kape mjele. Është sektori im të sektori im hajde hik tash. Shkoj për meri më thatë vjetë e lopët. Të lutem hik. Më shtën të vjetë e lopët. Të Katarina, zemër, mësoj vetë për mjelë se gjërat e tjera i bëjnë vetë. Pare punës jem në një moshë më të madhe dhe të respektoj. Mos ashtu vetëm të seksualizoj gjërat, të ofendoj, ka ishdi. Je njeriu me fjallet që përdor, fjallet që përdor, fjallet që përdor mati. Tu rjelën që e ka stalker nga pas. Ashtë nuk po të regotë Rini këtu atërë, të dy janë bashkë me lopën do ju mbyllë brënda. Nuk lahet me ujë, mund t'i lash gjirë, me një lec këtë lagur, me diçka. Se qa po boket lopa ty. Modele. Adi, a ke qënë këtu kur ja shpjegova çdo gjë? Adi, tu thot mos bëni zhurmë kur milet, ajo gam gjithkohon, psikomanjake. Unë rri me qellin dhe me publikun, mos mu qep si miz. Se i dedikon poezi, nuk do me thënë që është e jotja. Nuk është kjo idea. Idea është të kujdese. Bashkë me kalamajt e tu ikën kopësh. Qa ke me kalamajt e miti? Çfarë të duhet ty të përmendësh kalamajt e mitë të brënda? Apo s'di se qa thuash? Nuk e çfarë argumentet të thuash dhe e bën qupu. Unë nuk e di sa gjëra do t'i tolerohen një njeriu para se t'i tërhiqet një vëmendje. Qa ke me kalamajt e mitë? Është e tepër dhe pa perceptueshme që një individ ta ketë si kundër përgjigje gjithmonë që të prekë në familje dhe tek fëmijët. Hik tash i sa nivel ke ti me kalamajt e mi? Me ata s'kam gjatë. Gjithmonë kam luajtur brenda këtij kuadratit. Po ti ku i ke kalamajt e tu? Po dhe arë me përmëndi fëmijët, dhe unë se përmënda fëmijët për të një keqit. Vla për botë. E pra, atëherë, ti ka përmënd njëri kalamajt e tu? Shko kopësh me ta. Pare, që duhet ty me kalamajt e mi këtu brenda? Shko më i zonjusha me imunitet. Normal, se nuk bëj kloning këtu si puna jota. Sekretarka, që t'ishte për ty se hap njeri televizorin kur. Ajo, s'ka respekt për njerëz, për ka për kafsht. Lopa me ula ujtë ftohtë këtë farë kohë, është tmerr. Tjetra e qanë për macet, se ikën, jo më për... Gjakun tatë. Shumë tjerë me zi që presin një detaj. Po pra, po unë nuk i kontrolloj do... Po e ka zanat në atë po bënë në protagonizm, që shpër fillimi. Që e ke përmend quna për thash. Jo, unë i thash vetëm shko që fëmijët në kopësh. Është bërë një lloj gjendjeje këtu që mozës ti duhet i flasësh me të mirë, bujari duhet i flasësh me të mirë. Me sa duket i ka djegur që unë kam qenë imune për punën dhe s'ka qenë ajo. Interesante, edhe Sara, ngjellet shumë interesante. Shumë interesante.